Në numrin e ri të revistës Newsbomb.al do të lexoni: PD-ja dhe distopia e saj, Berisha Forever. Pas më shumë se një dekade në opozit, demokratët duket se zgjedhin sërish të shkuarën, rinovim i pamundur apo dorëzim përballë fatalitetit politik? Ikur i lindasi i fundit, Recep qosja dhe heshtja një epoke, nga lahuta e malësisë te metaforat për lirinë, ai jetoi siç shkroi, qetë dhe pa kompromis. Çfarë humbi me ikjen e tij dhe a mbetet ende dikush nga ajo botë? Patate, protestë dhe europian, historia e çuditshme e 8 majit, 3 të rinj nga Verona mbërritën në Durrës si turistë dhe përfunduan në protestën e opozitës. Solidaritet spontan apo organizim? 11 ndarjet e PS-s, historia e një partie që nuk ndryshon dot, nga Ramiz Alia te Fatos Nana dhe Edi Rama, socialistët kanë mbijetuar përmes konflikteve të brendshme. Ai ka penguar kjo reformimin e së majtës? Një vit pa tan lamën, njeriu që dyshonte te mitet, mes kujtimeve dhe polemikave të paharrueshme, Artan Shkreli sjell portretin e një zëri kritik që lexonte Shqipëri ndryshe. $6 miliard gaz, po tregu ku është? Shqipëria firmos për furnizim afatgjat, por mbetet pa infrastrukturën që do ta bëjë gazin të përdorshëm. Marrëveshje reale apo titull politik? 114 vite ATSH dhe historia që nuk humbet. Drejtoresha Valbona Zhupa në një rrëfim ndryshe tregon arkivën që ruan fytyrën, zërin dhe kronikën e Shqipërisë ndër dekada. Këto dhe shumë të tjera do të mund t'i lexoni në numrin e ri të revistës Newsbomb të muajit maj.